Ekspozita Zambaku, metafore qetësisë se artiste strugane Luze Mustafa u hap në Pallatin për Kulturë në Gostivar, ku ajo u prezantua për herë të parë para ardhashësve gostivaras. Kjo ekspozit personale, e cila përkon edhe me festat e nëntorit, synon të zbuloj lidhjen mes natyrës dhe shpirtit njerëzor përmes simbolikës së Zambakut, një lule që rritet mbi ujë dhe bart mesazhe pastërtisë e qetësisë. Sot prezantojmë një ekspozit me një cikël veprash që i kam pasur edhe në struk, por një pjesë janë të reja, dhe me thënë janë pjesë e ciklit që e kam prezentuar në struk. Pikturat që i kam prezentuar sot janë zambakët e ujit. Zambaku i ujit është një lule shumë e veçantë, që më ka tërhequr me elementet e saj, sepse simbolizon forcën dhe qetësinë në të njëjtën kohë. Dhe me thënë ajo rritet në tokë, lulëzon mbi ujë. Dhe me thënë këto janë ato elemente që mua më kanë tërhequr më shumë që të prezentohem sot në Gostivar. Artistja Mustafa tha se ka punuar rreth 4 muaj për realizimin e kësaj ekspozite. Disa nga veprat u prezantua për herë të parë në Gostivar, ndërsa të tjera janë ekspozuar më herët në Struk. 3 prej punimeve, mozaik të krijuar me materiale të ricikluara, ishin ekspozuar më parë edhe në Tetov. Sipas saj, ngjyrat e përdorura në këto vepra synojnë të transmetojnë paqe dhe harmoni te shikuesi. Sot kam sjellë edhe pikturat që i kam punuar edhe në ekspozitën e parë që kam pas në Tetov para 2 vitesh. Do të thënë janë ato pikturat me mozaik. Dhe pjesa tjetër është që kam punuar në Struk dhe sot që janë ekspozitat e reja me ciklin e zambakëve të ujit. Drejtuesja e Departamentit të Artit pranë Pallatit për Kulturë në Gostivar, Luljeta Huseni, u shpreh se viti 2025 ka qenë i pasur me ekspozita dhe promovimit të artistëve të ri, ndërsa paralajmëroi organizimin e ngjarjeve të ngjashme dhe gjatë vitit të ardhshëm, ndërsa me artistën strugane tha se e mbyllin këtë vit. Departamenti i Artit Figurativ këtë vit e përmbyll me sukses programën e vet, pasi kjo është edhe ekspozita e fundit për vitin 2025. Për vitin 2026 e shohim si do ta kemi, shpresoj të kemi emra të ri, pasi që kanë konkurruar emra të ri prej qyteteve, prej Shkupit, kemi nga Manastiri, kemi qytete të cilët nuk i kemi pas. Gjithashtu kanë konkurruar edhe artistë nga Kosova, vetëm këtë radhë na mungoi artistë nga Republika e Shqipërisë. Ekspozita e Luze Mustafas është mbështetur financiarisht nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit. Artistja lindur në vitin 1985 në Struk, punon si mësimdhënës artit figurativ dhe ka përfunduar studimet në Fakultetin e Arteve pranë Universitetit të Tetovës. Gjatë viteve, ajo është nderuar me disa çmime për punën dhe për kushtimin e saj në fushën e artit.